Alarm i ekspertëve. Bota po përballet me temperatura të larta që s'ishin parë kurrë. Çfarë po ndodh? Po në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Maldëzi, çfarë po ndodh? Sipas ekspertëve, në të ardhmen temperaturat do të jenë kaq të larta sa do të jetë tepër e vështirë për të jetuar. Tani ndiqeni me kujdes. Dhe kush është rastisht nëse nuk e keni bërë ende, lidhuni me këtë faqe që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi prerë bashkë. Sipas ekspertëve, temperaturat e larta kanë krijuar probleme të rënda, por jo vetëm tani. Sipas tyre, deri në vitin 2050 do të shfaqen probleme të papara ndonjëherë. Madje do t'ju them, në Kosovë është regjistruar dhe është bërë alarm që temperaturat, duke filluar që nga viti 1950 deri sot, janë rritur në 3 gradë më shumë. Por çfarë ndodh nëse temperaturat do të rriten vetëm 3 gradë? Tani dëgjojeni me kujdes se çfarë thonë ekspertët. Sipas ekspertëve, nëse në mbar globin do të rritet temperatura 2 deri në 3 gradë, 1/3 e botës, mos të themi dhe gjysma e botës, do të përballet me një katastrofë, sepse do të ketë probleme të rënda. Shumë njerëz nuk mundet që të jetojnë me temperaturat e larta. Dhe duhet të dini që vetëm në vitin e kaluar, në temperaturat e larta që ka patur vitin e kaluar, ka patur mbi 100.000 vdekje pikërisht pra shkak i temperaturave. E dëgjuat mirë, 100.000 njerëz në mbar botën. Kush nga infarkte, kush nga probleme të tjera të shkaktuara nga temperaturat e larta. Dhe nëse do të rritet e përsërisë edhe një herë temperatura 2 deri në 3 gradë, që sipas studiuesve brenda vitit 2050 kjo gjë do të ndodh, atëre do të jetë katastrofike. Disa zona janë të prekura më shumë, për shembull Brazili, apo edhe në qendër të Afrikës, dhe madje edhe do të preket edhe Kosova, Shqipëria, Maqedonia dhe Malizi. Duhet të dini që Kosova zakonisht ka një temperaturë më të ftohtë dhe merreni me mend, duke filluar që nga viti 1950 deri tani, është shtuar deri në 3 gradë. Madje sipas ekspertëve, e gjeni këto të informacione edhe në informacionet e meteorologjike të Kosovës, do të rritet 1.5 gradë më shumë. Pra i bie që në vitet 50 ose në 100 vitet e fundit, le ta themi kështu që nga viti 1950 deri në vitin 2050, temperatura pra do të rritet deri në 5 gradë. Është një prekje që nuk ishte parë kurrë më parë, sepse të prekësh 5 gradë më shumë do të thotë që do të ketë probleme jo vetëm me kultivimet, por edhe me ujin, me shërbime të tjera, me energjinë elektrike e tjerë. Por duhet të dini që edhe këta telefonat celular, madje edhe kompjuterat, çdo gjë furnizohet pikërisht pra në bazë të ujit. Dhe siç e keni vënë re, uji kohët e fundit është bërë më i kushtueshëm, sepse siç e kemi parë dhe ne, uji ka akoma më pak. Bile do t'ju them, nëse keni vënë re, në burime tani nuk mund të pish dot më ujë, sepse janë burimet pothuajse që të gjitha janë bërë të papishëm uji. Dhe tani shitet uji dhe është bërë çmimi pothuajse është trefishuar. Nëse mbani mend në vitet e para që filloi që të shitej uji, duke filluar nga viti 90, uji kushtonte rreth 500 lekë vjetra, maksimumi 700 lekë vjetra, pra në bar po flas, kurse kur e blije kushtonte shumë pak, 10 ose 20 qindarka. Kurse tani po flas për shishen e vogël, kurse tani kushton pothuajse 1 euro, 2 euro një shishe uji. Dhe kjo po ndodh në mbar botën, pikërisht pra sepse furnizimi në mbar botën i ujit është i pakët. Bile do t'ju them, nuk janë vetëm këto burimet, por ajo që thash dhe më përpara, inteligjenca artificiale dhe pikërisht këta telefonat celular, pra serverat që punojnë për të furnizuar pra këto informacione që ne kemi këtu, furnizohen dhe pastrohen, pra ftohen me ujë dhe kanë nevojë për shumë ujë. Por nëse do të vihet në funksion inteligjenca artificiale, do të jetë akoma më vështirë për ne për të furnizuar me ujë, sepse informacioni na duhet dhe duhet të furnizojmë inteligjencën artificiale, por nga ana tjetër na duhet edhe ne ujë për të pirë dhe për të larë, madje edhe në shërbimet e jetike që ne kemi gjatë ditës. Megjithatë, ekspertët parashikojnë që në vitet në vijim do të jetë shumë më nxehtë se sa tani. Dhe kjo do të krijojë probleme akoma më të mëdha pra pikërisht të ujit. Por duhet të dini për shembull që vitin e kaluar, në gusht të vitit të kaluar, janë djegur me mijëra hektar, mos gaboj rreth 280.000 hektar tokë. Po flas në mbar botën. Kurse deri tani, që nuk ka filluar akoma gushti, sepse këto të dhëna janë të gushtit të vitit kaluar, deri tani kanë arritur deri në gjysmën e vitit kaluar, por nuk ka ardhur akoma gushti.
Pra deri tani ka patur djegje dhe ka patur tharje, gjithandaj pothuajse në mbar botën. Bile nëse mbani mend në Kosovë, në Shqipëri, në Maqedoni dhe Mallzi ka patur hektar tokë të djegur dhe pyje të djegura, sepse ka rënë zjarri gjithandej. Madje ka patur edhe probleme nëse mbani mend jo vetëm në Sarand, por edhe vende të tjera që të shuhej zjarri. Dhe pretendohet që këtë vit do të jetë akoma më keq. Por ndonse nuk është vetëm zjarri, por është edhe temperatura e lartë që pra po rritet gjithmonë më shumë. Këto do të jenë probleme që do të rriten me kalimin e kohës, pra nuk do të jetë vetëm ky vit, por dal nga dal deri në vitin 2050 sipas ekspertëve do të ketë akoma më shumë probleme. Pra ky është alarmi që po japin ekspertët në mbar botën. Bile sipas ekspertëve, siç u thash, temperaturat që kanë qenë gjithmonë pak më të larta, të paktën në Shqipëri vitet e fundit, në krahasim me Italinë, me jugun e Italisë ose edhe deri sipër në Pulja. Këtë vit tregohet që temperaturat në Shqipëri janë akoma më të larta. Dhe vendet më të prekura të temperaturave, qoftë në Vlorë për shembull apo edhe në Sarand, do të rriten me kalimin e kohës, pra edhe në Shqipëri. Bile sipas ekspertëve do të ketë edhe probleme drastike edhe të motit, pra përveç ngrohjes dhe nxehjes globale që po verifikohet gjithandej, por do të ketë edhe përmbytje të mëdha kur të vi momenti pra i shirave dhe i dimrit. Dhe askush nuk mund ta ndalojë pra furin e motit, sepse janë, sipas ekspertëve, probleme që i ka krijuar kryesisht njeriu. Njeriu i ka krijuar probleme tokës, jo vetëm me gazart që lëshon gjithandej, por edhe me probleme të tjera, duke filluar që nga makinat, nga uzinat, nga fabrikat, nga njeriu që jeton, njëkohësisht edhe nga pyjet që janë prerë pafund. Në fakt, ky është një nga projektet e mëdha që po kërkon të bëj bota kohët e fundit, të mbjell sa më shumë pemë, por nuk është kjo zgjidhja. Zgjidhja, sipas ekspertëve, është që ne duhet të marrim më pak risursa, sepse duhet kursejmë më shumë për sa i përket risursave që marrim pasuritë e tokës. Mirë, po ne me kalimin e kohës e kemi zhvatur e kemi shqyer këtë planet, duke filluar që nga nafta, duke filluar që nga mineralet, çdo gjë, dhe për ditë këto nxirren pa arreshtur, dhe ata milionerët ose miliarderët që vazhdojnë ende të rjepin tokën, ata nuk duan t'ja dinë, duan vetëm të mbushin xhepat dhe nuk e kanë ndërmend që të ndalojnë ose të ulin pra problemet që ata dhe ne kryesisht i kemi krijuar këtij planeti. Duhet të dini që në vitin 2019 kur u mblodhën të gjithë pjesëtarët më të mëdhenj, këta aksionerët më të mëdhenj dhe pasanikët më të mëdhenj të planetit në Francë, e ulën vetëm 5%, pra 5% të ndotjes globale. Vetëm 5%. Ndotja globale bëhet gjithandej, nuk bëhet vetëm nga njeriu. Njeriu, që janë 8 miliardë gjysmë, bëjnë shumë pak pis. Le të themi që janë ato pjesëllëgje që hidhen nëpër këto kanalet e pastrimeve, por është direkt ai që bën pastrimin, që nuk e pastron mirë, qoftë ndotjet që bëjnë njerëzit pothuajse për ditë, duke u larë, duke larteshat, duke jashqitjet, ushqimet që hanë, apo edhe pastrimin e tyre, pra çdo gjë që janë të detyruar këto kompani që ta pastrojnë, pra me anë të filtrave, ata nuk e bëjnë punën ashtu siç duhet. Madje një pjesë e madhe prej këtyre ndotjeve shkon direkt në det ashtu siç vijnë edhe nga shtëpitë tona. Dhe ky është një nga problemet kryesore, sepse duke u ndotur deti, nuk mundet që të bëjë reciklimin e ujrave, pra që të kthehet në avull dhe pastaj në shi, dhe që të kthehet sërish në formë shiu, që të vadit tokat dhe të bëj riciklimin e vet. Pra ky është një nga problemet më të mëdha, sepse duke u ndotur detet dhe oqeanet ka krijuar problem akoma më të madh. Megjithatë, sipas ekspertëve, këto janë vetëm fillimi i disa problemeve që sipas gjasave deri në vitin 2050 do të shtohen gjithmonë më shumë. Dhe pas vitit 2050, sipas gjasave, do të ketë probleme të mëdha, sepse në disa vende ku do të rritet temperatura shumë lart, do të jetë e pamundur që të jetohet. Madje shumë prej këtyre zonave do të shpërngulen dhe do të shkojnë në zona të tjera, më të ftohta,
ndonse disa prej tyre do të vinë edhe drejt Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë dhe Malit të Zi. Unë ja u thash, tani do dëshiroja një komentin tuaj çfarë mendimi keni për këtë argument dhe si do të shkojnë gjërat në të ardhmen, sipas jush. Dhe a mundet a ka dorë njeriu që të ndryshojë diçka apo jo? Pres komentet tuaja. Kalosh një ditë bukur.